Po pra më kanë qitë jashtë familja. Po më kanë qitë vetë për polici. Jo, më kanë pa akuzu Gjoja për 150 euro të me se Gjoja që i ka marrë. Po normalet se Gjoja ka fitu, dhe më kanë ka shfridzu atyre, ka ble makina me trupin tëm. Ata hoqen dorë krejt, për ata zdojnë me di gjama, jam gjalla kam dek, ma. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim mund të sjell historinë një 42 vjeçare shkodrane me emrin Rudina Palini, e cila fatkeqësisht në jetën e saj pati 2 martesa që dështuan dhe për shkak të ndarjes me 2 burrat e saj, nëna dhe babai e dëbuan nga shtëpia. Vendosën që vajzën e tyre mos ta pranonin më sepse ajo i tuproi. Dhe jeta e Rudinës vazhdoi ende më keq. Ajo ra pre trafikimit dhe do jetë vetë kjo, në fakt 42 vjeçare që më ka prekur kur kam folur në telefon, do jetë ajo që do i rrëfej gjithë këtë histori. Kështu që nuk do vonohem, do hap dritarin me njëherë dhe të përshëndes Rudina. Rudina, përshëndetje nga Tirana. Faleminderit edhe ti, përshëndetje. Po flasim të ditën e sotme të dyja së bashku, sepse ti më ke telefonuar, më ke dërguar disa mesazhe dhe ke një jetë shumë të vështirë. Ke kaluar një jetë të vështirë dhe aktualisht po kalon një jetë të vështirë. Po, normale. Çfarë ka ndodhur me ty e dashur Rudina? Po të kam thonë jam, dhe me thonë, qyrë 2018 dhe tash dhe me thonë, mu familja e me dhe thonë kam praktisë. I kena pas konflikte me familjen edhe kështu që nuk kena pas dhe me thonë, se kam kena edhe pa punë, jam kena edhe damën sa herë edhe kështu që nuk ma prima jeta. Atëherë normale, të 2018 mu paralizu mami, atëherë ra e smurat i kena pas konflikte. Aktualisht sa vjeç jeni e dashur Rudina? 42 vej. 42 vjeç, me jetë ti jesh. Por ndalemi te viti 2018. Çfarë ndodhi në 2018 që prindrit të dëbuan nga shtëpia dhe nuk pranuan të të qasnin? Kena pas probleme isho se do më thanë mi motor nuk kam shku keq atëherë, isho kena pas debata atëherë, pa punësia, më ne kena jetu me qirana, me gjana, me njën e tjetër atëherë isho. Atëherë në qitën jarë, do më thanë se isho, se mami e me do më thanë i ka dalu dhe fmitë, se i ka desh ma te për këtë motorën e vogël atëherë isho. Atëherë 2019 në mrapa atëherë, mu shkatru jetë edhe ma kesh, se mu më rash viktimi i grupi i vraket dhe ma ka shkatru jetë, më ka të shfrytëzuma. E dashur Rudina, ka patur në një debat në shtëpi? Po pra më kanë qitë jashtë familja. Por pse? Çfarë bët ju që familja ju përzuri për jashta? Se është shumë e rëndë e gjithë kjo. Por nuk e di se si ka kenë rrethana, dhe me thanë, kur u paralizu dhe me thanë mami, pa normale se më kanë pasë rane për shpi, shoqe se dhe pa punë kam vite dhe me thanë, se jam bëj kash nuk kam di se qa është puna. E dashur Rudina. Edhe dhe me thanë, fri kam pasë dhe me thanë se kam dyshime dhe për tjetër gjatë, dhe me thanë, që nuk e di që me ta thanë jetën se. E dashur Rudina, më lejon të pyes për të shkuarin tënde. Ju me familjen tuaj ku keni jetuar? Ne kena nejtë gjabjet është sa vite. Ju keni qenë martuar? Jeni aktualisht e martuar? Kur kam kënë dhe me thonë me rëpë, më kanë martu për jetë para, atër jam martu një 2 herë, atër jam kësy vetë, me thonë, atër kena pas problemet. Edhe kur jam kësy 2 herë, më kanë pranu, po atër kena pas konfliktet e mas dasisë mrapa. Pra fatkeqësisht ju keni pasur 2 martesa që kanë qenë të dështuara. Për herë të parë sa vjeç je martuar Rudina? Kam kënë re, pa i bona më vjeqe. Ka qenë një martesë me dashuri apo mbledhëri? Ja, jam, dhe më thanë, nana ti djallit me nanën dhe me janë kënë shoqe atë e janë njoftë atjerë, dhe më thanë, po këtë djalli kishte kënë me kempin edhe nuk ka se në kanë shku mirë punë. Ka pasur probleme me shëndetin e ti? Ka marrë kënë, dhe më thanë nuk ka se ka di, se është martu të është 4 herë të është, e nuk ma një fakt. Jo, e qartë, i e ndarë me atë person, por sa qëndruat bashkë?
Pra, sa vite qëndrove me Të burrin e ishte parë? martesi vjetë gjys. 1 vit e gjys. Sot një jetë fëmijë apo jo? Ja, s'kam pas fëmijë me kërken. Nuk e bërë nën asnjëherë. Ja. Pas 1 viti gjys martese dashur Rudina, ti vendose të ndaheshe nga partneri jot, nga burri I kam juaj. da vetë, se më kanë pranu vetë familja, dhe më thanë. Jam da me dëshirën e familje, se kupton? Pse, a i kishte probleme të shëndetit mendor, çfarë problemi kishte burri që ti vendose ta ndaje? Po nuk ishin normal, se tanë ishin familje kështu, dhe më thanë, edhe net me fritë, dhe më thanë, se ata ishin tanë, nuk përshin parasysh, se kush është kunata, kush është nusja vlaj, dhe më thanë, se u të ndunën gati të tanë në mkapet, që ishe familja tje dhe jam shkut dhe kam lanë, kajt. Nuk e kam lanë me shku punat e atë. E dashur Rudina, kush tentoi të abuzonte me ty në familjen e burrit të parë? Po janë kënë vllazit e tina, për i ka pas të poshtë, po nuk banollë qatë, më thanë, jam shkut prej atyne. Falë Zotit ti u largove nga ajo familje dhe është e rëndë, sepse nuk banollë as si sem, ja. në fakt është shumë e rëndë, dashur Rudina, kjo që po më rëfen ditën e sotme që ish kunetrit kanë dashur të abuzojnë me ju seksualisht. I denoncove në polici? Ja, po nuk kanë kopja, po janë tentu se janë, nuk ka shon, ja. Por e rëndë është edhe kjo gjë. Po e rëndë, po kur nuk kanë kopë, nuk unë me për policinë, si thutë, është e i kanë nërbu shërë. Por jo kur duhet të ndodhi situata duhet denoncosh polici. Thjesht fakti që kanë tentuar të abuzojnë me ju, ti pa tjetër duhet ta kështë bërë një denoncim në polici, por ti nuk e bëre dhe vendose ti ike përfundimisht nga e familje. Nëna dhe babaj si të pritën? Pa nuk ju ka ardhë mirë, se të me thanë, një kena jetu dhe me qera, njën e tjetë, kam pas konflikte dhe kur jam da me ishë burën e parë. Nuk kanë qenë asnjëherë për kraja juaj, nuk të ka përkrau nëna dhe babaj me këto disfatat që të kanë ndodhur në jetë? Ja. Por çfarë ndodhi më pas? Ti u ndave nga burri i parë, si vazhdoi jeta jote? Po kam nejtë në Europë atër, deri në 2008, atër në 2008 martunën prapë në Dozdajat, atër edhe aty nuk më shkunen mirë punë. Martesa e dytë ishin prapë prindrit që të martuan, apo vendose vetë të martuan? Daja. Me mblesëri dhe martesa e dytë. Por martesa e dytë pse nuk funksionoi? Po, martesa dytë, se ky ishte i poshtë, ishte jashtë shtetit dhe u merte me kurva me njën e tjetën atër. Pra, dhe me burrin e dytë ti nuk pate një marrëdhënie të fortë, të ngushtë, siç është burri me gruan. Sa vite qëndrove me bashkëshortin e dytë? Nuk kam ne dhe s'katër mujë. Ishit ju që e latë? Po, dhe këtë kam da vetë, po. Dhe shkaku i ndarjes kush ishte? Po, kur ka nërë familje me more, kam gjithë me i gru tjetër në shtratë. A i kishte një tjetër grua? Të trathoj? Po ka kënë edhe në moshën, jam kënë e rej, po i boj 26 vjeç e ka kënë 50 e sa ma ti për t'i boj 60 ta kuptan, jam kënë gati 30 vjetë diferencë këna pas. Si, burri dytë ishte 60 vjeç, ti ishe 25 vjeç? Gati t'i bate 60, 50 e sa jam kënë po i boj 27 gati. Dhe a i të trathoj me një tjetër grua, dhe pse ti ishe shumë e re në moshë? Po e kënë atjetë se është morë, se ka kënë në Hollandë, sa vite. Dhe mua sinqerisht më vjen shumë keq sot që dëgjoj historinë tuaj, 2 martesat e dështuara, bashorti i parë kishte probleme, më the, dhe u detyrove ta ndaje, ndërsa bashorti i dytë të ka tradhuar dhe qëndrove vetëm 4 muaj martesë dhe më pas erdhi nëna dhe babai të morën? Çfarë ndodhi me jetën tënde pas ndarjes me burrin e dytë? Po kam nejtë me Europë atër, me familje atër, atër kam pas edhe konflikte zhurë me i motër, tash edhe herë, nuk ka si kam pas punë, por edhe unë kam dëshimit e mija, dhe me thanë, për jetë të eme. Motra është më e vogël në moshë se ju, apo më e madhe? Ja,
Kam edhe një të mohën gati një 3-14 vjetë, po kja është gati një, zonë jam 42, është i batë 36. Është më e vogël se ju, por pse pate këto konflikte me motrën e vogël? Kush ishte shkaku i debateve? Kush ishte shkaku i Po kjo ka debateve? kënë në lastuën prej nëmë, se të erë normal, se që ka ba, se kjo i ka pa marrë prej në para, që ka ba kja i ashtu, kanë barë të mi, që ka thanë motra ma. Por çfarë ndodhi në familjen tënde, Rudina, që ndodhen të gjitha këto konflikte me motrën tënde, me nënën tënde, dhe ti the unë kam dyshime. Çfarë dyshime ke ti për jetën tënde? Që ajo nuk është familja jote, domethënë çfarë dyshon ti? Dyshime kam se normale se nuk jam as vaksinuar as i sen edhe kam. E dashur Rudina, unë e kuptoj që ti marrëdhënie ti ke prishur me familjen tënde, por kur ti jetoje me nënën, me babain dhe me motrën, nuk fol asnjëherë me nënën tënde? Pa nuk ka thonë as i sen ajo, nuk di gjong të punë, se nuk di gjë, se kjo ka linë prej me një natë, për një kushin, babit prej kusa vjetë, ajo ka linë të 82-shin, kjo ka linë të 10-ën, nuk e di tash, nuk e di si janë të punë. Pa nuk ka thonë kërkush. Ty të ka munguar dashuria e nënës? Pa e ka dejtë, të shpa një vjetët 4 mujtës, që me ashore, se kam patë është vjetë, dhe kur ka kënë gjallë. Fatkeqësisht nënën e paske humbur nga kjo jetë. Pa normale. Por ti po më tregon në rrëfimin tënde, dashur Rudina, që gjatë gjithë jetës tënde të ka munguar dashuria e nënës. Ajo nuk është përkujdesur për ju. Dhe kjo të ka bërë që të dyshosh. Drejtë. Kur u largove nga shtëpia jote? Kur nëna dhe babai të dëbuan nga shtëpia? 2018 të nga paralizu mami. Mund të ma tregosh çfarë ndodhi atë ditë që ti ike përfundimisht nga shtëpia e prindërve? Pa më kanë qitë vetë për polici. Kush? Nëna apo babai njoftoi policin? E ka njoftu familja. Por ti kishe bërë diçka që ata njoftuan policin dhe ishte policia që të... Jo, më kanë pa akuzu gjoja për 150 euro të me se gjoja që i ka marrë, po ja ka qitë policia motrës në gjepë sana. Se kjo prej që ka kalu të me thamë, kur ka pa nanën, të me thamë, policë unë i ka hupë trumni edhe ka harru. Edhe më akuzunën të me thamë atëherë nuk ka shku shumë mas da mujë, po atë nërmën për kuti i kuishi që po ta i konë, po nuk ju kam i gju se kur mi kanë praktis teshat, mi kanë halë prej katit 4, kjo nuk është ide e mirë për mu. Pra ti po më tregon që nëna dhe babai të akuzuan se ti kishe vjedhur në shtëpi 150 euro dhe ata njoftuan policin. Pa, i kanë gjetë atë në film, mas 10 minuta që kanë gjetë motrës në gjepë. Nuk të kërkuan falje që ti nuk ishe bërë asgjë, të kërkuan falje? Po kanë ardhë mas da kohë, për nuk ju kam një gjuhë atëherë, se kanë ardhë atëherë, më kanë kërku të falë mas da kohë, po ka kënë vonë farta ja punë. E dashur Rudina, më vika shumë keq për ty, sinqerisht, po mërzitem me këtë që po dëgjoj nga goja juaj sot. Ti në 2018-ën u largove nga shtëpia dhe nuk u ktheve më. Ja. Çfarë ndodhi me jetën tënde? Ku strehove? Po kam shkuj shumë kush më ka pranua atëherë, të me dhani shumë në për njerës, kush më ka njoftë, por nuk ka kene dhe e mirë me fjetë dhe rrugës, atëherë dhe në 2020 atë e bana problem atëherë, kam taku këtë kryetaren, atë kam parë në konvekt 2020. Pse? Ju keni ndetur dhe në situatë rrugë, keni fletur dhe në rrugë? Po ishë në për njerë se, do me thamë, prej 2018 në mrapa atërë, mas da kohë, ka pa njofti gru, prej të urgjenca me atë gru në vrakë që më ka shfrizu për 3 vjetë. Si u njohe me këtë grua? Me këtë gru më prej vraket? Po, si u njohe?
A njofti grujt të urgjenta i nuse se edhe e arrin brisht vogël, ka punu kështu parukierë dhe më ka njoft me te. Pa e nuk ka diftu se merret me shfrytëzime. Dhe çfarë ndodhi? Ka prej bes, ka thonë nuk është se ashtu. Çfarë ndodhi më pas? Ti u njoha me këtë grua dhe ajo të futi në rrjetin e trafikimit dhe ti re viktime e saj. Mund të ma denoncosh Nga marrë në shtëpi atje në vrak. Po. Nga marrë të në vrak atje, të më ka shfrytzu atje si ka desh vet, atje masi vjetët e sa që kam bata e kanë përba familje të rëndësimin se kanë deshë më kërku për me marrë për në shpi, po nuk kanë di gjatë se ku kam gënë atë, kur i kanë marrë vesh punë atë janë shput krejt për mua atë, nuk janë marrë për mua. Dhe përfundimisht ti nuk e kontakte me familjen tënde? Që me pasun dhe nanëm ka dek, kam i të vesh babat, talë të 2 vjetë që i vlalë, motrat i kam një shtetin, s'kam 2 vjetë që ashtë martu i motrë në Macedoni, ku ka ke nana gjallë, tjetër në kam Belgjik të 30 sa vjetë, edhe i vlalë në Gjermani, nuk ka se kam më shumë, kam në rahashëm ke. Sa ko u bë që nuk flet me babajnë, motrat, vllajnë? Po banë do ko që s'kam hinë në shpi ty në gati, 8 vjetë banë në të shumë për ju. T'ka marrë malli për familjen tënde? Më kanë lanë rrugësh, nuk kam asnjë farë. Ata t'kanë lënë në rrugë? Po normale. E tash Rudina, Po normale se uja ka fitu, dhe më thamë, ka shfrytzu atë, ka ble makina me trupin tëmë. e tash Rudina, ti më tregove se një zonjë të strohoi në shtëpinë e saj dhe të shfrytëzoi. Si të shfrytëzoi? Mund të ma tregosh Po më ka quja shtetin. në çfarë vendi? Po më ka qunë në Serbi, në Kroaci, ma shumë ka qunë në për Serbinë, aty në Kroaci 1-2-3 vende. Dhe ti ke bërë punojsen e seksit? Po të shadha ata më kanë ka, por normale se pranet e jam edhe e smurë, se normale se më ka shfrytzu keqas. Sa vite të shfrytëzoi kjo zonjë? Po më ka majtë gati një 2 vjetë e gjysh, 3 gati isho. Me lekët e trupit tim, më the, ajo bleu makinë. Ka ble makinat, jo veç i makinë. Por në momenti që ti dole në rrugë, dashur Rudina, dhe e detyruar të bëje punojsen e seksit, nuk u mundove asnjëherë të largoheshe nga kjo rrugë? Po jam tentu 100 herë, po më kanë kopë me shëgjë, se jam tentu me bërë në nënsimi normale, se kam kuptu se e u merte me trafikime me gjana njën e tjetër atërë. Si thuti vetë, kur bish viktime, kur bishën kur thash zorme, jam vizitu të shvonë se ka 2 javë, mi kanë qitë rëcite, nuk jam gjene mi marrë ilaqet, se jam do plas prej funit barkët. Se më kanë shkatru këtë funët e vizorin e mitres, që njitesh për në më banë në anë të e kam shkatru mon. Ti punoje në rrugë apo në hotel? Jo, më ka qukë shumë në për shpia kanë gjenë të sërf, në për shpia. Atën të të me kështë që i martan dhe me këne për Serbina nena me kështë që. Po pra ne edhe nana e me plasi prej mërzit, që i mori vesh të natana që më kanë qënë viktim. Por ti me këtë zonjë nuk fole asnjëherë që të lidhe të qetë? Pa kanë papa, atë banë në shtetit të nëncimin kërua shok to, pa e qorën kërvartë, të të shprap në duke të arqoja në burë. Se kanë bë shteti, se shteti më pruni këto atër që mas mëra ma viktim, po sa për e banë
I thojnë gati ka fitu 25.000 euro për sa rrallaja, atëherë qa, nuk arriti shteti as mi atë bloku shpinë, as mi marrë penga si qa. Në fakt, ti më thej që ka qenë familja ajo që ka bërë denoncimin në policinë e Shkodrës dhe kjo e fundit ka arritur të gjejë në Serbi aty ku ty të trafikonte kjo zonjë. Por kjo zonjë ndodhet në burg, kreu burg për këtë vepër? Jo, ka dalë, se të ne bani shteti, të rencoha lone të në, po ka dalë, nuk ka se ne ti shumë. Dhe prej 3 vitesh, e dashur Rudina, që ti ke punojsin e seksit në Serbi, Kroaci, më thej që sot ke probleme me organet e tua. Po normale, se jam tash 3 muj, tash po m'hin 3 muj që vuj, po jam tash, jam vizitu, po nuk jam gjeni mi marrë ilaqe, që m'ka qitra raceta. Por pse këto probleme? Ata kanë kryer marrëdhënie seksuale me ty me forcë, me dhunë, më çfarë të kanë bërë, Rudina? Po normale. Po normale për së sa e që im ka që jam ka që fedzoja, kanë kërë punë të unë ata sëmë. Dhe sot, mes dhimbjeve për ofeng të ngjarje, dhe ke ngelur e vetme. Po normale, vetëm jetoj vetëm. Në momenti që policia arriti të gjente në Serbi dhe të ktheu në Shkodër, familja kishte bërë denoncimin dhe familja kërkonte që të ktheheshe pranë tyre. Pse nuk u ktheve në shtëpinë tënde, tek nëna, tek babai në atë kohë? Jo, kanë bërë denoncimin për këtë grunë, thash, që ka kemë prasë më pranu këtë shtëpia, se nuk kanë di gjo se familja e me herë kanë pati se kam gjenë t'i kushia të se i ka njoftë ata që kanë gjenë ma gjëmë. Po kur më ka grabit kjo, dhe me dhe nuk ju ka thonë se e ka mune. Aty pra punë kanë ashtu, jo se më kanë denoncu për punën që më ka quaj, më ka trafiku, ja. Ata të kanë denoncuar se ti kishe humbur për ata. Ata nuk po të gjeni dot. Bravo. Për i vjetë sa nuk kanë di gja, kanë qitë të këtë stacioni Star Plusja, qashtjo. Por në momenti që familja të gjeti dhe mësoj fatkeqësisht që ti prej 2 viteve, 3 viteve trafikoheshe në Serbi, çfarë, nuk të pranuan? Po jo, nuk kanë pasi me më pranu, se ajo ka marrë lekon, dhe mu më ka qitë më rrugë mala, atëherë si kanë pasi me qëfar tyrët me më pranu mu, si thut është te? Se ne kena ke një familje ngritu në njën e tjetër në tëna, dhe kështu që alla kam pasë dhe i halë prapë vazhdo me kenë gjallë, po në më kështu ka punu kështu me këtë partisë punë. Edhe kështu që kur t'jesh familje ngritu në arëzor me të pranu, kur t'pish viktim prej Rudina, familja është gjëja më e shtrenjtë dhe nëse fëmijët gabojnë, ngelen në rrugë, nëse nuk i mbështet familja e tyre, nuk i mbështet askush. Ashtë drejtë, dhe shteti nuk ka së më ka një mund është 4 vjetë të gjyshë që jam i to mlajnë. Para 4 viteve e gjys, ti arritet të kapesh nga policia dhe familja nuk të pranoi, por shërbimi social i Shkodrës të ka strehuar në një konvikt aty. Po, bravo. Dhe aktualisht ndodhesh në dhomën tënde. Ka këtë kryetaren, Vultana Ademin ka kena që. Ajo të ka ndihmuar dhe të ka sistemuar te ky konvikt ku jetojnë, besoj, edhe fëmijët e jetimores të Shkodrës, mbi 18 vjeç. Ja, kanë jetu familjarët, dhe ata kanë gjenë jetimorë, po i kanë që një vend tjetër tërse. Tu kanë jetu, kanë gjenë konvikt studentash, jo kështu familjarës. Si ka qenë jeta jote në këto 4 vite, aty në atë konvikt? Për faqet zesh, ma ju detë, se më kanë vjellë, jam kene smurë njën e tjetën qas, pa në lege pasi sen, vështire kam pasë dhe vështire prape kam, se që prape jam kene belesat e smurë të në ditën, se më kanë vitë për jota. Por me çfarë ushqehesh ti, e dashur Rudina? Po ishëm kush më kanë lanë për shamën, kush më kanë jo për shamën që ju kanë lanë për herë 9, herë dikush 5, herë 2, herë. Po ishëm më?
Se prej familjes teme nuk ka se kam pas në i dorë malë mata se ata hoqen dorë krejt, për ata zdojnë me di gjama jam gjalla kam dek ma. E dashur Rudina, ju ndihmojeni me ndonjë ndihmë ekonomike nga bashkia? Jo, se kjo gruja më ka vuj konor me diken e kam blokum të 2 vit. Si, ti figuron e martuar? Po, ja kanë marrë, më ka marrë mbjemën një shollë më ka vadhan dhe me të gjej shpije të përgër pës më gjeti shpija si se në dhe a i ka ikë më duket ka rasët më bërgë. Po s'kam shku mu të ku me këtë grunë hala se aja thot është jam arres shpijet, por mu mi ka bloku punë se s'kam as përkra njëm ekonomike si se nësë nuk figuraj as kem pasi gjatë se jam e smu. Sepse ti figuron ke e martuar, por kur ka ndodhur kjo martesë? Ka të është 2 vjetë. Po kush ishte kjo grua që të martoi, që ai person të merrte mbi emrin tënd? Po e ka njohë të më dhanë një gru familjen teme dhe me se ka desh ka pasi djali ekspulsatir dhe me ki ka thamë pa t'jana plek për mus më lana si lek. Rudina, po këto nuk janë punë jo fort të mira, po nuk janë fare të mira këto punë që ti bën një martesë kështu. Normale se kam prej shpun viti se të nesë më lana shteti shpi se nuk kam pas me që me paguas, me që me jetu. Pra, ti atë djalë nuk e nje fare, je martuar kështu vetëm për punë dokumentash që ti japësh mbi emrin atit dhe ti nuk e njeh kush është ky djalë. Ja. Por sot ku ndodhet ky djalë? Pa ta thënë kara në burg në Francë, dhe me ke nuk di gja, po unë e kam certifikate, jam tentu me shku të familja ti se arren 7 vjetër, por nuk di se si mund të gjejë, dhe me tha mi i thani shusho familjes ti djallit, po. Nuk kam arrit hala me shku, se nuk e di shpinë, dhe tu të me di shpinë e ti. Sa në probleme e pas ke futur veten tënde e dashur Rudina, por unë e kuptoj që për në bërë të kam fut probleme, për që si jam rrugë mallë, po asisin se s'ka rregullu kush kem, se ate e kisha rregullu edhe me polici, por edhe prapë dhe policia s'ka pas që me base, e parë dhe s'ka si hek në bjeme. Ti duhet i drejtohesh gjykatës dhe të bësh divorcin. Ai duhet me shusë, unë nuk kam lek, ai duhet me ha, po kjo se gruja që duhet me që më kanë thonë, se ja nuk kam lek. Po nësa ai është në burg, ai nuk i drejtohet dot gjykatës të bëj divorcin dhe kjo gruaja që të ka futur në këtë mersele, që janë punë të pista, kjo nuk ka lidhje, kjo nuk të divorcon dot. Kjo qa bëri e bëri, të bashkoj me atë burg të merrte ai emrin dhe se ti ki ba shkollë, por qërë pra si përfënde jeta jeme pra viktime gjithë kom rrugash. Dhe mua sinqerisht më vjen shumë keqe dashur Rudina, unë e kuptoj që ti e ke bërë për para. Ke dashur të bësh atë martesë që ai t'i jepte disa para të cilat nuk të erdhën kurrë dhe sot je futur në gjithë këto probleme të cilat patjetër që mund të kenë një zgjidhje, por duhet jesh ti ajo që t'i japësh forca vetes për të ecur para dhe mos ta kthesh më kokën mbrapa nga ajo shkuar kaq e errët, një shkuar e hidhur e jotja. Po më ishte që për kur s'kam në shpi, se unë për shamë do kishë plasë për me ikë prej këto, se më nërë më thamë për natë në hinë mitë, në ka pa ardhe i gru, i kushina, se i grushim ka pa trafiku, ka pa fruta shëmile, tonë hinë në derë, më kanë qatë derën, që kun hinë për shpi, nuk punë me harë bukë për ta. Pse aty në konvikt ka minjë? Ashtë bo folej, kështu kanë pjellat e hinë ka 3-4 copë, po s'kam me amojt e s'kam kërkun ka me ikë. E dashur Rudina, e kuptoj kushtet të vështira në atë konvikt që jetoni, që bashkia ju ka strehuar si ju dhe familjet në nevojë, dhe ti po tregon që kushtet janë skëter. Unë vetëm pak shikoj mbrapa shpinës tënde dhe e kuptoj gjendjen në të cilën ti jeton dhe sinqerisht më vjen shumë keq dhe dua që ditën e sotme zëri jo të dëgjohet. Por më thej që kam dhe probleme të tjera aty në konvikt me fqinj që zihesh. Po me fqinjët pse zihesh? Kam pas konflikte që më kanë vjellë, pra kjo një gru që ka pas gjoja e gjatë, kjo gruja që më ka trafiku. Se kjo është marrë me krime, rrejnë prej rjollët e më patën vjellë, më patën shpërthy loma e tana më i shëqe. Po që të kanë vjedhur? Qa ka për të vjedhur aty të dhoma jote? Disa lecka, roba,
Çfarë të kanë vjedhur? Pa normale pra po bol pra me të prish punë, se s'kam lek me te o det me ble atar se vuj për lek buket. Por si siguron ushimin? E dashur Rudina, ti si siguron ushimin? Po kush napin pra lek, po thëmë se s'kam që me siguru ushqim veta. Nuk ani mu tash 2 vjetë e gjysë bashkia ma. E ke menduar që të fillosh punë, sepse nëse punon, unë besoj që ti do sistemosh jetën tënde. Nuk po me probleme me shnete jam me të natë zajzat shoqe. Unë po jam, nuk kam dhe me thanë dike një parë dorë për ma lidhi kem, se s'ka lidhe me punën e punos. Pra ti po më tregon që je pa fuqishme për të punuar. Ja, nuk punëm, se e kanë kuptu të ta njerëzit që unë jam viktim gjithkujt, nuk punëm për punë. Nuk jam vlen jeta jeme mi i tu ma. Jo, jeta është shumë e bukur dhe ti duhet të jetosh, por thjesht duhet të ndryshosh shumë gjëra në jetën tënde që të kuptosh që vërtet jeta është e bukur. E dashur Rudina, në këtë gjendje në të cilën ti ndodhesh sot, kjo situatë që ti po më tregon, e di motrat, vllai, babai që ti jeton kështu? Po more, e din që jam konvekt, e din, po nuk e kanë parasysh ata se vuj për bukoje. Në thash nuk kanë komunikim, tash po bajnë sa kohë, nuk merren se kanë pas edhe shpenzime që di që dhe nana, atë i shote. Po në barimin e nënës shkove? Ja. Nuk e përcolle nënën në banesën e fundit? Ja. Por pse? Po nuk janë marrë me mu, pse, nuk janë marrë mu. Por... Se nuk është e letë që thuti dhe i papa me vitën në atë për zhallet. Se unë normale se kam pas që për shumë milani për qafim në një në tjetër normale se qdo vajzë me nëmë për prejnin, po që pra, jeta e me ra. Por tek varri i ke shkuar të paktën? Pa, kam shku vjetë të shë pa, kam shku një herë 3-4 ditë pa. Se kam prej të shke ka herë në kam, se kam i copë rupë prej të pa. Kam shku sa herë vjetë. Por guximin për të takuar babain, e ke marrë ndonjëherë? Pa i nuk jem kënda se ka hupë dhe me ta prej gruz vete dhe nuk ka se shofak, nuk ka se kam pa. Sa është edhe në motë atë i ka hupë krejtë atërë, normale si ka hupë memoria dhe ati. Por kur shkëmbehesh në rrugicat e qytetit të Shkodrës me motrat, me familjarët, si reagojnë ata ndaj jush? Nuk i kam pa, nuk i kam pa si herë. Ata nuk të kanë telefonuar asnjëherë të të pyesin si je? Ja. Por edhe ti e vendosur që kokën mos ta kthesh pas dhe ti të mos i telefonosh? Jo, nuk kam numër ty, se ta nuk kam numër tem. E dashur Rudina, ndoshta ka ndodhur çfarë ka ndodhur në jetën tënde, brenda vetes, do të bashkohesh me familjen tënde, ti jesh afër atyreve. Ata janë njerëzit më të ngushtë për ty. Ja, kështu që nuk ma nin ma për kërken, se kur jam kene smurë, kur kanë qo këtë rrugë, nuk kam që më marrë tashma me kërken, veç i lutëm Zotit me kënë më gjitë në i vend dikun për shamon, që është i vend tam që ditë mi tu, se me mnidhi kem, nuk ja kisha ditë Zotit asi senater, si thati vetë në vazhdu jetën për para. E dashur Rudina, unë dua të them diçka ditën e sotme. Unë e kuptoj që ti ke pasur një jetë të vështirë. Unë e kuptoj që ndoshta të kam nguara e dashuria për këdhelja e nënës dhe gjithnjë ke dyshuar se ajo ka dashur më shumë motrat e tjera. Por unë dua të them që gjëja më e shtrenjtë dhe vendi më i sigurt për çdo njeri në këtë botë
është vetëm shtëpia e tij, familja e tij. Ti më the se ata më lanë në rrugë dhe më trafikuan, por të gjitha këto gjëra që ty të ndodhën, të gjitha këto gjëra të këqija që të ndodhën, ishte momenti kur ti u largove prej familjes dhe re viktime një zonje dhe ajo të trafikoi. Por unë jam e sigurt që familja juaj ka vuajtur për ty, sepse të ka denoncuar në polici, ka kërkuar që ti të kthehesh në shtëpi, por ti kur nuk je kthyer dhe i ke refuzuar. Ndoshta këto gjëra duhet t'i harrosh dhe duhet jesh pranë atyre njerëzve. Ajo është familja jote, Rudina. Mos e braktis familjen tënde. Jo, ta s'kam që më duk mate, se dy modrat i kam venum janë me shura, ata nuk merën me mua, ata me kënë thajnë shëndirë në gjenaze. Ata nuk dojnë me di gjo për emrin të me shoqe, ata jam gjalla kam dek, jo. Por këto janë thjesht ato që mendon ti e dashur Rudina, sepse ti nuk e di çfarë kanë ata në zemër dhe në mendje për ty. Po ta kur se i këtë telefon të zhvonë, më kanë bërë bilet dikush tjetër, se kam me probleme, veç i numre ka i vlaj, po ju ka pa, ja kanë diktuat e ja kanë plak, nuk marren me që ju ka mi qefit, është 80 i fletkoja. Pra ti po më tregon që ata të kanë braktisur, nuk duan të kenë më kontakte me ty. Ja, aso, unë thash, ja di sotit me kenë me venu të kun shteti, ose në kun shtjetër mi e thanë, edhe mi ikë për këto me milën e i kemë. Atërë gjanat atë rregullohen mrapa. Për jetën tema, si gjatë jetën më spedit për kërken. Por unë e di që brenda zemrës tënde ty të mungon familja, pavarësisht se je e mërzitur, e irrituar dhe ditën e sot me shprehesh kështu, por jam e sigurt që ato që thot goja nuk janë në zemrën tënde. Nëse vllai dhe motrat do t'i kishe përballë, do doja që ditën e sot me t'ju jepi një mesazh, si motrave, vllait, por edhe babait. Që kam me fol me ta me që mu më ka një qefit, se ata e din shumë i që unë jam kënë sa kohë, smure, viktime, të në të zajza. Ata normale se e din se mu më kanë përdonua njën e tjetën që kam shku këtë gjenje, por ata munën edhe me thanë nuk i kënë asë në mosh, as i kënë 15 vjeqe, pa më varsis ata më si thët i vitë për plenjirin në i di edhe në këshon në kurth, si thë një fjallë që ti rëthan zotin lumna për ta, atërë normale se... Unë uroj dhe shpresoj, e dashur Rudina, që vllai, motrat, babai ta dëgjojnë këtë video, të reagojnë dhe unë të aroj me zemër të lidhesh sa më shpejt me njerëzit e tu më të dashur, por ti kërkon ndihmë sepse ndodhesh në një situatë të vështirë dhe padyshim që do ta mbylli me një mesazh që ti i drejtohesh Bashkisë së Qytetit të Shkodrës dhe unë të premtoj që do bëj të pamundurën për të ndihmuar, sepse historia juaj është historia e një vajze e braktisur nga familja, e trafikuar, që ka ngelur e vetme sot pa askënd në një dhomë konvikti në kushte çnjerëzore për të jetuar. Kush është mesazhi që do i përcjellje sot Bashkisë së Qytetit të Shkodrës? A i vej lutëm për më venu pële paktën, me më hej prej këto pële paktën, me më gjetë ne ven dhe me më lidhë dhe i kemë. Kur gjatë tjetër që kisha ditë zotit veç, se ti a thumë ka harullëm nga për ta. Unë të arroj me zemër që të bëhet më e mira për ty e dashur Rudina, zotit të dhënë forcë dhe jetë për t'ja dalë, dhe uroj që të realizohen të gjitha ato dëshira që shprehve ditën e sotme, dëshirat më minimale të një femre, të ketë një stre dhe të jetoj si njeri. Zoti ta bëftë mbar. Do mbetemi të dyja bashkë në kontakt, fshi lotët, nuk dua të qash. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë falenderoj që duat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që Bashkia e Shkodrës të marrë masa për Rudinën për të 42 vjeçare. Unë uroj dhe shpresoj që Bashkia e Shkodrës të marrë masa për Rudinën. Ai jeton tashmë e vetme, askush nuk kujdeset për të, me probleme të shëndetit të saj dhe vërtet ka nevojë që të ndihmohet
e vetme, në varfëri, nuk ka as bukë, në atë konvikt që ajo jeton së bashku me shumë persona të tjerë. Uroj të bëhet më e mira për 42 vjeçaren. Mirë të dashur miq, nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni dhe mesazhe në rrjetet e mia sociale ku mundohem të jem aktive çdo ditë në Instagram, në Facebook dhe në TikTok me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe ta abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite ora 10 unë ju live me këtë histori njerëzore. Sinqerisht faleminderit që më ndiqni dhe më mbështesni.